Sot është rekordmeni kombëtares kuqezi për ndeshjet e luajtura. Elseid Hysaj, një emër shumë i rëndësishëm i futbollit shqiptar, flet për ecurinë e kombëtares, por edhe për ndeshjen e parë të marsit me Polonin për play-off të kampionatit botëror të futbollit. Normal është një skuadër shumë e fortë, Polonia, me të vërtetë unë mendoj se mund ta bite një skuadër më e lehtë, po futbolli është edhe i bukur se mund të kesh ndeshje të vështira dhe mund t'i fitosh. Futbolli nuk normal që mjafton një minutë që të gabosh ose një minutë ndryshon jetën ose fiton ndeshjen dhe mund të kualifikosh. Po gjithsesi e dim, kemi luajtur kundër Polonisë shumë ndeshje, kemi pas edhe humje, po normal që nëse luajmë si kemi luajtur të ndeshjet e fundit si me Anglinë dhe me Serbinë atje, besoj që mund kemi mundësi për kualifikim. Duke menduar të kaluash me Poloninë në ndeshjen e parë, Hysaj flet edhe për preferencën e tij në ndeshjen e dytë. Them drejtën nuk e di cilën preferoj, sepse si Ukraina, si Suedia janë skuadra të forta, edhe pse Suedia ka pas ça lëkundja tani sepse kemi pa ndeshjet e Suedisë, ka pas humje, po gjithsesi është një skuadër shumë e fortë dhe ajo me emra, po them drejtën e Suedinë ndoshta kishte pas më shumë qejf. Në muajin mars, pas kualifikimit në fazën play-off të një botërori në historinë e futbollit shqiptar, kombëtarja synoi një rezultat fantastik, kualifikimin në fazën finale mes 48 më të mirave të globit.